Port, Durrës finalizohet operacioni policor i koduar in. Tentoi të fuste me kamion në Shqipëri 116 celular dhe 18 shishe me verë, të kontrabanduara dhe pa i deklaruar. Arrestohet 38 vjeçari. Sekuestrohen mallrat dhe kamioni, si dhe pasaporta dhe celulari i të arrestuarit. Në vijim të kontrolleve intensive në hyrje-dalje, nga shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit, në bazë të analizës së riskut dhe kundër paligjshmërive në kufi, u krye kontroll në hyrje të Shqipërisë, në kamionin që drejtonte shtetasi R 38 vjeç, banues në Devoll. Nga kontrollet në mjet u gjetën 116 celular dhe 18 shishe me verë, të dyshuara të kontrabanduara me qëllim shitje në Shqipëri, sepse nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje. Shtetasi synonte t'i fuste mallrat në Shqipëri, pa i deklaruar, konform ligjit. Në përfundim të veprimeve procedurale për këtë rast, në kuadër të operacionit IN, 38 vjeçari u arrestua në flagrancë dhe mallrat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i u referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.